paku ne nuk kem asnjë informacion, asnjë shej, asnjë të dhënë që ka ndonjë ndryshim eventual. Ne jemi duke vazhduar me të gjithë punët që i kemi, me të gjithë koordinimet, me bashkëpunimin, me kontaktet e përhershme që i kemi dhe ne nuk besojmë që do të vi drejt ajo, me sens se është një investim shumë i madh njëkohësisht edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe i shteteve tjera të Evropës dhe shikojmë se si po ecin rrjedhat, megjithatë NATO është një potencial i jashtëzakonshëm dhe deri më tani ka qenë fuqia vetme e cila ka drejtuar proceset e ndërlikuara ndërkombëtare dhe fal NATO-s edhe ne jemi sot të lirë dhe kemi ecur në këtë stad të zhvillimit përgjithshëm. Si është në Kosovën në administratën Trump, zoti Syrian, ne po e shohim një përpjekje tepër të madhe të zotit Trump i cili po mundohet ta ndalojë luftën në Ukrainë. Nëse ai po mundohet ta ndalojë një luftë në Ukrainë, ai bie që do të përpiqet edhe të parandalojë luftra të tjera ose të ketë kështu tensione nëpër vendet, sidomos ato të Ballkanit, kur flasim kryesisht edhe për Kosovën e Serbinë. Po si dukej, administrata Trump ka një ndryshim, ka një mendim të ndryshëm nga administrata tjera, nga presidenti që ishte më parë dhe ka kërkesa të tjera për mandatin e tij që ka para veti. Çfarë do të ndodhë në të ardhmen, do shikojmë. Ne është fat që nuk jemi në luftë, por rreziqet. Megjithatë, jemi një zonë e ndjeshme sa i përket sigurisë, apo jo? Sigurisht po, meqense kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia po vinë dhe nuk po ndalen. Njëkohësisht edhe rasti Banjska pastaj nuk e ka marrë ende epilogun. Po sigurisht, hapat e Serbisë për ta destabilizuar Kosovën nuk kanë pushuar dhe ambicet hegemoniste nuk i ka hjek Serbia, ato i ka në platformën e tij. Mendon që të kthehet në Kosovë, mendon se duhet ta ketë Kosovën prapë si koloni të vetën, por protonat kanë ndryshuar, ne nuk jemi më në vitin e 90-ta, por ne kemi ecur si shoqëri, si shtet, si kapacitet i mbrojtjes sigurisë dhe i zhvillimit përgjithshëm me shumë miq, me aleancën tonë dhe raportet janë ndryshe, por ndryshimet eventuale të superfuqive mund të bëjnë kthesa të papritura, cilat nuk i dim as ne, por që me qenë se përmendëm këtë çështjen e ndjeshmërisë sa i përket sigurisë, si është gjendja në veri, zoti Sylla? Gjendja në veri është shumë stabile, domethënë është rikthy integriteti, sovraniteti, është duke funksionu ligje, janë duke funksionu organet tona dhe nuk funksionon më as korrupsioni, as bandat kriminale, por qytetarët bëjnë jetën e vet, mekanizmi shtetëror po funksionon dhe kjo është një ndryshim shumë pozitiv. Ka pasur një aksion në veri edhe në ju ku kanë qenë të arrestuar disa persona. Shiko, ligji dhe shteti funksionojnë. Ata kudo që shohin që ka përpjekje për damtim të vlerës dhe të funksionit të shtetit, reagojnë edhe të damtimit pronës dhe të korrupsionit apo të kriminalitetit. Kështu që organet tona janë vigjilente dhe kanë detyrat i kryjnë me sukses. Është fat i madh që ne tani veç kemi integritet plot dhe kemi mbikëqyrje, kontroll të plot të gjendjes në veri. Me qenë se jemi kështu drejt fundit kësaj interviste, dua të pyes, në fakt nuk do të lëshoj pa të pyetur se më parë u bë shumë zhurmë për këtë punën e ushqimit në FSK, si është gjendja tash nga ajo kohë në lidhje me ushqimin në FSK? Asnjëherë nuk ka pas krizë për ushqim në FSK, ka pas fjalë. Ka pasur raportime, ka pasur fotografi. Kam pas përpjekje për ta pasqyruar një anë të kundërt të së vërtetës. Gjithnjë ka pas ushqim, normal që ka pas procese me të cilat ka ardhur deri te ajo që të zgjidhet problematika e ushqimit, por që nuk ka pas kur mungesë të ushqimit dhe nuk ka pas edhe çorientim të furnizimit, por ajo është shumë rregull, ushqimi është cilësor, i bollshëm, i mjaftueshëm dhe i rregullt. Tash është mirë. Mirë ka qenë edhe atëherë. Mirë pas ka qenë. Mirë ka qenë. Ka raportimet?
Por raportimet kanë Raportime dashur, ka më qenë pasur. se kanë qenë disa përplasje rreth operatorëve të cilët kanë tentuar të vazhdojnë me monopolin që kanë pasur, por që në konkurrencën e përfitimit të tyre nuk kanë arritur dhe është bërë një ndryshim duke tentuar që të menjanohen ata format të veprimit më të tjeshëm, por të shkohet në format të realizimit të projekteve në mënyrë më të mirë, që të ketë sigurinë ushqim, që të ketë ushqim të mirë, cilësor, të mjaftueshëm, dhe pikërisht dikujt nuk i ka konvenu kjo. Domethënë dikush ka dashur ende të përfitojë nga kjo forum dhe në momentin kur ne kemi marrë hapa. Kush ka dashur të përfitojë? Po zakonisht operatorë, njerëz të cilët kanë pasur në të kaluarën edhe monopole të përfitimeve, të vazhdueshme në tenderim dhe në momentin kur largohet normal që nuk jo konvenon dhe kanë gjetur njerëz të cilët kanë ditur me ngritë zërin dhe kanë tentuar që me e qitë një anë të kundërt të së vërtetës. Po e vërteta ka qenë se ushqimi ka qenë i rregullt, ka qenë cilësor, është i mjaftueshëm dhe gjithçka është në rregull.